Për bisedën në studio, si që njoftuam në hyrje të këtij emisioni, flasim me Albena Reshitaj nga lista Osmani LDK për garën zgjedhore të 7 qershorit dhe aktualitetin politik. Zonja Reshitaj, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve për prezencën. Do flasim patjetër për LDK-n dhe aktualitetin politik, por fillimisht e nisim me largimin tuaj, pra, dhe në farforme rikthimin, bashkimin me zonin Osmani tani në listë të LDK-s. Pse erdhi ky largim nga bloku i pozitës, themi kështu, nga bloku i pushtetit? Në fakt, shumë mirë e thatë dhe jo, është rikthim. Është rikthimi imi në një shtëpi politike të cilës i kam besuar dikur dhe besoj që është momenti për ta ndihmuar dhe për krahur duke u bashkuar sërish. Dhe unë mendoj që është momenti i fundit për t'i kthy atë shkëlqimin e dikurshëm lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe kjo mund të bëhet vetëm me përbashkimin e ideve, njerëzve dhe vullnetit të madh të qytetarëve, të cilët me besim të plot dhe me entuziazëm po na bashkohen dita ditës. Unë jam brenda ideologjive të mia politike, brenda bindjeve të mia dhe vazhdoj të qëndroj besnik qëndrimeve të mia politike gjatë gjithë periudhës, prej se jam aktive në politikë. Po, e përmendët rikthimin e shkëlqimit, a ka faj zonja Osmani në rënien e këtij shkëlqimi të LDK-s, kur me vullnet të plot formoi një blok, një parti, një subjekt dhe u bë bashkë me Kurtin dhe më pas pra u bë edhe presidente zonja Reshitaj, duke e lënë kështu LDK-n, pra duke e dëmtuar politikisht LDK-n edhe në përqindje. Mendoj që jemi në një situatë politike dhe shtetërore, ku ne nuk kemi kohë tani të miremi me fajet, kush i kujt është faji. Mendoj që duhet të ecim përpara dhe të mësojmë, domethënë, nga gjithë kjo amulli politike që është në Kosovë, që të mos përsëritet. Kosova tashmë është në kriza të njëpasnjëshme politike që një periudhë të gjatë dhe mendoj që fokusi i çdo politikani, sidomos liderëve politik, do duhet të ishte në ecjen përpara, në bashkëpunimin, në zhvillimin e vendit edhe në një qëndrueshmëri institucioneve të cilat duhet vinë pas zgjedhjeve demokratike të 7 qershorit. Po, dhe një pyetje krejt në fund sa i përket largimit tuaj, pra nga Guxo, pati një reagim të partisë kur ju së bashku edhe me zotrin Haxhi Avdyli dhe zonjën Jeta Statovci pra kaluat në këtë listën e LDK-s, kur tha se historia do t'i mbaj mend emrat e atyre që u larguan, pra cili është reagimi juaj, komenti juaj për këtë kritikë që ish partia u bëri juve dhe bashkëpartiakëve tani tuaj në LDK? Unë gjithmonë mendoj që çdo deputet i Republikës Kosovës, edhe unë për veten time, që nuk do dua të mbahem mend për zhurmë, por dua të mbahem mend për gjurmët që kam lënë me punën dhe kontributin tim politik. Dhe jam e bindur që historia do të tregoj për gjithë punën dhe gjithë angazhimin tim politik, për cilin jam krenare që nga dita e parë kur jam fut në politik e deri më ditën e sotme. Dhe unë besoj që historia do ta dëshmoj secilin për punën, angazhimin, sinqeritetin, ndershmërinë apo mos ndershmërinë e punës dhe veprës së tyre. Unë mendoj që para qytetarëve kam kërkuar besimin disa herë, po kërkoj prap besimin qytetarë dhe kjo është më e rëndësishmja kur ju dal ballhapur, faqe bardhë, duke mos pasur nevojë as t'ua kujtoj veprimet e mia dhe kontributin tim, sepse secilin nga ta tashmë e din. Duke u nisur nga shumë punë të mira që kam bërë në pozicione qoftë ekzekutive apo legjislative. Nuk është e lehtë të marrësh vendime, të cilat unë i kam marrë për Republikën e Kosovës, duke u nisur nga vendimi për ta votuar presidenten e Republikës Kosovës dhe për ta... Ishit vota në fakt që jam mundësoj zonjës Osmani. Por edhe për të mos e lënë vendin të rshas në krizë, ashtu siç është tani, dhe për t'i dhënë një mundësi ndërtimit të institucioneve në atë kohë. Por mbi të gjitha, me votën time kam krijuar edhe një standard të ri në Republikën e Kosovës, me që rast kemi defaktorizuar ndikimin e listës sërbe për herë të parë në
ndikim domethënë në ndërtim të ose në shantazhim të institucioneve të Republikës Kosovës, për të cilin veprim ndihem krenar dhe historia do ta tregoj që do të ndihet gjithë populli krenar me bien e tyre e cila e ka bërë këtë veprim. Mos të harrojmë se jemi disa nga deputetët të cilët në trungun ton familjar, vim nga familje të cilët kanë dhënë shumë, kanë sakrifikuar shumë për Kosovën dhe ne duhet politikanët të jemi përgjegjës dy fish më shumë se sa të tjerët, sepse me punën tonë, të mirë apo jo të mirë, ne nuk turprojmë vetëm vetën tonë, por mund të turprojmë edhe gjakun nga i cili vim, edhe punën e gjithë atyre që kanë bërë para nesh. Prandaj për mua kjo ka shumë rëndësi, sepse shumë rëndësishme se si shkruhet biografia dhe historia jote kur politika mbaron. Po, dhe i përmendet qytetarët dhe përmendet pra të bëma tuaja, do mbetet të shihet më 7 qershor nëse mbamendja atyre do t'ju zgjedh juve si deputete. Si LDK është publikuar lista, kanë filluar edhe takimet e para me qytetarët. Si po shkojnë takimet zonja Reshita, i cili është disponimi i LDK-s dhe i qytetarëve të cilët ju po i takoni? Po tani fillimisht mungesa e një kompromisi politik, siç e keni pa dhe përplasjet e vazhdueshme mes partive kanë kriju një pasiguri politike dhe institucionale në vendin tonë, dhe kjo ka rezultuar edhe me zgjedhjet të panevojshme, e kam thënë shumë herë dhe vazhdoj ta them, sepse bindjet e mia janë të njëjta, që Kosova nuk ka pas nevojë për të shkuar sërish në zgjedhje. A keni paraqitur këtë qëndrim, më duhet t'ju ndërpres këtu, a keni paraqitur këtë qëndrim partisë, pasi që në kohën kur ne shkuam në zgjedhje, ju ende ishit pjesë e subjektit qeveritar. A e paraqitet ju këtë pakënaqësi tuajën që vendi nuk ka nevojë për zgjedhje? Po këtë e kanë thënë edhe të tjerët, t'ju them të vërtetën, të gjithë e thonë, por duan të lënë fajin jetim. Jo, vetëvendosja nuk e lë fajin jetim, vetëvendosja e fajson pikërisht opozitën dhe më së shumti LDK-n. Jo, në fakt veprat e thonë dhe e vërteta do ta thotë të kundërtën. Sepse koha do ta dëshmoj që fatkeqësisht ne duhet kalojmë në disa periudha për ta kuptuar, për ta qartësuar të vërtetën e duhur për çdo veprim politik që bëhet Republikën e Kosovës, ashtu sikurse ka ndodhur edhe në të kaluarën. Prandaj unë mendoj që e mira e gjithë kësaj është që ne po takojmë qytetarë çdo ditë. Kemi një platformë shumë të mirë, hajt folim, një kontakti drejt për drejt me qytetarin, diskutime, pyetjet që ata i bëjnë janë reale, janë të vërteta, dhe shqetësimet që ata i thonë, do me thonë janë ato që edhe ne i kemi edhe i ngrehim si përfaqësues të tyre, pra mungesat në investime të qëndrueshme dhe kapitale, pastaj bllokimi i projekteve zhvillimore, pastaj pasiguria ekonomike që ata ndjejnë, pastaj humbja e besimit në institucionet, pastaj problemet në arsim dhe në shëndetësi, mungesa një reforme të duhur dhe të mirëfillt arsimore, e përmendin në PISA-n, ju dhem shumë qytetarëve, domethënë në niveli i testit PISA për Kosovën. Po, por testi PISA nuk është vetëm tani. Zakonisht, historikisht, Kosova nuk është se është rënditur më së miri dhe vetëm tani po rënditet dobët në PISA. Kosova është dashur zhvillohet me kohën, edhe të ishim në krah dhe në rend me vendet e zhvilluara, sepse kemi mundësi dhe kemi potenciale, të cilat fatkeqësisht dita ditës edhe po na humbin. Kur humbet rinia, promotori një shoqërie zvoglohet dhe dobësohet edhe ekonomia e vendit dhe humbet edhe besimi në një shtet siç është Kosova. Prandaj edhe kjo problemi edhe shqetësimi i migrimit, sidomos migrimit të rinjeve, është shumë shqetësuese, diçka që ne marrim nga pyetjet e shumta të qytetarëve. Dhe mbi të gjitha, lejoni të them që në një shtet ku politikat, do me thonë, ku nuk mund të ecim përpara, kur politika shndrohet në një konflikt permanent, në vend se të shndrohen në garë idesh. Dhe kjo po ndodh me Kosovën, me Republikën e Kosovës, dhe fatkeqësisht nëse nuk reflektohet me kohën, pasojat mund të jenë shumë të mëdha. Dhe kur flisni pra për platformën tuaj, platformën Hajde Folim, apo ju pyesin qytetarët
për LDK-n, për disponimin brenda LDK-s, pasi që ka pasur kritika që me ardhjen e Osmanit pra u përqadi si partia, ju keni vendosur edhe numrin tuaj 7 u vendosët në listë në këtë top 10-shën e partisë, por u la jashtë një emër si Hykmeti Bajrami dhe zotri Abdullah Hoti, apo flasin qytetarët për këtë zonja Reshitaj dhe pse ky ndryshim i listës, pse këta emra kyç të LDK-s jashtë top 10-shës? Fillimisht më lejoni të them që unë kam një bashkëpunim të mrekullueshëm me gjithë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse deri në vitin 2025, deri në vitin e kaluar, unë kam qenë pjesë e opozitës. Si një deputete e pavarur, më që kam qenë larguar nga partia për shkak të votës për presidenta. Dhe unë tërkohën kam bashkëpunuar me deputetët e opozitës dhe shumë punë dhe gjëra i kemi quar bashkë përpara, edhe me deputetët në fjalë, të cilët i respektoj. Gjithmonë kur krijohen koalicione, ashtu siç është krijuar edhe koalicioni në të kaluar në mes, ose edhe është tani në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe kësaj idesë së asaj që ka mbetur nga partia Guxo, normalisht që aty i keni, ose alternativa, i keni do me thonë për SHDK-ja, i keni antarët të këtyre partive politike në dheqën e parë. Për shembull në Tresh, në Teç, në kështu me radhë. Dhe asnjëherë nuk është diskutuar kaq shumë sa po diskutohet tani kjo pjesë. Mirë po, deputet të cilët kanë një kontribut madh dhe i kanë një eksperiencë të gjatë politike, unë mendoj, aq më shumë duke i njohur këto personalitete që ju po i përmendini, unë besoj që nuk ka aty hatërmbetje, sepse besoj që është shumë e mirë kuptueshme që lirohet hapësira edhe për njerëzit ardhjet e reja kushtimisht në këtë listë, dhe normalisht ajo bashkëpunimi, marrëveshja që do të bëhet. Për mu, numrat nuk janë shumë të rëndësishëm, sa është i rëndësishëm kontributi dhe puna e secilit që bëjmë. Tani unë besoj që ne do të po punojmë dhe do t'japim kontributin tonë, qytetarët tashmë në disa prej neve dhe na njohin dhe e din kontributin tonë, dhe besoj që do të na vlerësojnë, do t'japin besim, shtesë. Unë po e shoh edhe një votues të fjetur të Lidhjes Demokratike të Kosovës që po zgjohet në këtë kohë, dhe kjo po më gëzon jashtëzakonisht shumë, dhe është një pjesë e qytetarëve, sidomos të rinjeve. Sot kam takuar disa nga ta që në të kaluara na kanë votuar, domethënë në atë koalicion, kurse tani normalisht që do të na votojnë, sepse besojnë në ne, besojnë në mua, në punën time, në kontributin tim të sinqert dhe të guximshëm për vendin, dhe normalisht duan të mbështeten, të jenë krah atij personi ose deputeti që ata i besojnë. Po, dhe e përmendëm që në hyrje të kësaj interviste, jemi në këto zgjedhje të 7 qershorit për shkak të mosmarrëveshjeve për presidentin. LDK ka zgjedhur një formulë me zonin Osmani, bartës e listës që garën për presidente, derisa zotri Abdigjiku do t'jetë pra kandidati për kryeministër. Pse kjo formulë, zonja Reshitaj, është formula e suksesit sipas jush, apo pse u vendos kështu kur dihet se Osmani nuk pati votat e mjaftueshme, të paktën jo ato të shumicës, për t'u zgjedhur presidente? Pra, mund të shkojmë drejt një ngërçi të ri apo jo? E para, jam idhëtare e mundësisë që presidenti i Republikës Kosovës të zgjedhej nga vota drejt për drejt e popullit. Sepse po të kishte ekzistuar kjo mundësi, jam e bindur plotësisht, ashtu si çdo qytetar i Republikës Kosovës që është i bindur, që me një votë masovike presidentja do të ishte prapë aty, jo sa Osmani. Sepse të gjithë e thonë që puna e saj ka dëshmuar sukses, profesionalizëm dhe mbrojtje të shtetit tonë arenën ndërkombëtare, dhe krijimin e mundësive të reja në një periudhë jo edhe të lehtë për Evropën edhe botën në përgjithësi. Kështu që të gjithë këto manovrat politike dhe lojrat që për mua skajshmërisht të ulta politike në një periudhë jo edhe të duhur, e dëshmojnë nevojën e jashtëzakonshme që ne shumë shpejt kthehemi dhe të punojmë që presidenti i shtetit të zgjidhet nga populli. Pse president? Sepse qytetari ende e sheh presidentën Vjosa Osmani në krye të shtetit, jo si emër i përveçëm, po si emër dhe personi i cili ka punuar dhe i ka bërë krenar me punën e saj në çdo cep të botës ku ajo ka lëvizur dhe ka kontribuar për vendin. Prandaj, kjo është
për këtë arsye është edhe kandidatura e saj për presidente, sepse Kosovës mendoj që i është bërë një dëm, i është bërë një padrejtësi për shkak të lojrave politike dhe padrejtësit duhet kthehen në drejtësi dhe të shkojnë në vendin e dur. Dhe e dyta, pse për kryeministër, shikoni, çdo parti politike i ka, do të thonë, i ka synimet e saj politike dhe secila parti politike garon për më të mirën dhe për mundësinë që të jetë më e para dhe më e besueshmja për qytetarin. Dhe është krejt normale, legjitime që do më thonë të kandidohet edhe me president edhe me kryeministër. Tani, ata janë në një garë politike, ne duhet presim që përmes votës demokratike qytetarëve të marrin besimin se cila parti politike vendos platformat e saj, programet politike para qytetarëve në kushte normale, do duhet të analizoheshin programet politike se cilës parti politike dhe në bazë të asaj të besueshmërisë qytetarit të vendos për besimin. Gjë për të cilën thënë të drejten, as Zonja Osmani dhe as Zotri Abdigjiku nuk është se po e bëjnë edhe në këto platforma, të paktën me atë çka po e shohim në rrjetet sociale, sepse nuk jemi në secilin qytet ku ju shkoni, nuk është se po flitet shumë për platformat, po flitet çka ka bërë keq Kurthi. Përgjigjet janë në bazë të pyetjeve që bëhen nga qytetarët, normalisht që aty janë pyetje dhe përgjigjet. Mirë po gjithsesi, ne kemi bërë programin i cili do të publikohet shumë shpejt dhe normalisht që pasi të publikohet programi. Sa po dolëm nga zgjedhjet, zonja Reshita, i besoj e keni gati, nuk është se... Por mirë po edhe ka edhe shumë gjëra tjera të cilat kanë ngecur në zhvillim gjatë këtyre periudhave dhe do duhet të jenë pjesë e programit. Lidhja Demokratike e Kosovës është shumë serioze në punën dhe ndërtimin e programit të qeverisës për 4 vitet e ardhshme, prandaj edhe unë mendoj që edhe kjo pjesë shtesë e programit që është shtuar e ka rëndësinë e vet për kohën edhe momentin, kështu që mendoj që shumë shpejt do dalim me program. Është e vërtet që qytetarët bëjnë pyetje, ne ende jemi, si të them, të lënduar si popull, si qytetar me këto zgjedhje të njëpasnjëshme dhe është shumë e vërtet që qytetari kërkon paketë të qartë se kush është ai i cili po e dërgon në vendin në zgjedhje të njëpasnjëshme. Është shumë e vërtet edhe kjo. Mirë po, është mirë që secili të mbaj përgjegjësi për fjalën publike të dhënë, edhe për fjalën brenda institucioneve të dhënë, sepse historia do ta dëshmojë dhe do ta tregojë secilin se për çfarë ka bërë gjithë këtë rrëmuj politike, këto krizat njëpasnjëshme, këto konflikte permanente. A janë dash Kosovës pikërisht në këtë moment këto lojra politike, apo është dash të jemi bashkë dhe të vazhdojmë më tutje? Unë ju them drejtën, nuk jam shumë e befasuar, sepse në gjithë karrierën time politike një infantilitet politik të tillë kam vrejtur dhe përjetuar, edhe mbi të gjitha një miopi mund ta quaj të një pjesë të spektrit politik për shkak të një inati, një përçarje politike, një niveli të lartë të ofendimeve, e cila viteve, sidomos muajt e fundit, ka eskaluar dhe duke kaluar deri në ofendime, linqime, kalojmë edhe të tek rënda ofendimet, dhe ndaj edhe grave tek politik. linqimet, por tek pjesa e përgjegjësisë dhe politikës dhe inateve. Zonja Osmani ishte ajo që e dha mundësinë që zgjedhjet të mbahen më 28 dhjetor. Pra edhe vetë zonja Osmani aprovoi që zgjedhjet të mbahen më 28 dhjetor, që ishte kërkesë specifike e lëvizjes vetëvendosje përkundër kritikave të opozitës. Madje opozita, duke përfshirë këtu edhe LDK-n, Osmanin e kishte quajtur, po e përdori këtë term, po e citoj opozitën, notere të Albin Kurthit. A është inati Vjosës Osmani, pikërisht për shkak se vetëvendosjen nuk e kandidoi për presidente? Fillimisht më lejoni ta them një gjë që po provohet të hidhet hi syve të gjithë popullit të Kosovës dhe ta ngris një shqetësim që për mua edhe si grua në politikë është shumë i madh dhe nuk kam pasur dëshirë edhe ta përjetoja në këtë periudhë, është nevoja që gjithë situatën ta kemi nën kontroll, vetëm një subjekt politik ose vetëm disa individ brenda një subjekti politik. Shikoni vetëm pozicionet
në institucione, sa pozicione të larta në institucione i kemi me ushtrues detyre. Kjo të tregon shumë. Mos të flasim që sot jemi edhe me ushtrues detyre të presidentes, ushtrues detyre të kryeministrit, ministra, kështu me radhë. Mirë po, kur ti nuk e zgjidh çështjen brenda për shembull një drejtor në një institucion, kur e lë me ushtrues detyre, përtej edhe afateve ligjore, të tregon që ti mund ta lësh edhe shtetin me ushtrues detyre dhe nuk e merr përgjegjësinë se nuk është diçka normale, sepse ti mbash njerëzit në pozicione të ushtruesit të detyrës, qytetari duhet ta di pse mbahen ata ashtu. Sepse kontrollohen më lehtë. Nëse ata nuk janë të dëgjueshëm, atëherë ti je flak nga puna ose nga pozicioni. Kurse nëse i vendos njerëzit, zyrtarët publik këtë rast, me kontrata të rregullta, ti nuk mund t'i kontrollosh ashtu siç mendon t'i kontrollosh kur i ke me ushtrues detyre. Vetë kjo mendësi e kontrollit, domethënë të tregon shumë. Le të reflektojnë njerëzit e ta mendojnë këtë. Prandaj nuk është e befasueshme për mua që edhe shteti është me ushtrues detyre. Diçka tjetër që qytetarët e mendojnë dhe reflektojnë është që a mos është më e lehtë për një qeveri që nuk do të kontrollohet nga opozita ose nga deputetët të qëndrojë kështu si ushtrues detyre, sepse Kosova nuk ka parlament. E ne të gjithë e dim që parlamenti, deputetët e sidomos opozita, por edhe pozita vetë e kontrollon punën e qeverisë. E monitoron punën e qeverisë, nuk e lën ndonjëherë të gabojë qeverinë. Dhe ne nuk e kemi as pak në kontroll tani. Domethënë se ne nuk kemi ka një vit e sa, ne nuk kemi fare parlament funksional. Dhe çka ndodh kjo? E ke një qeveri komplet të lirë nga kontrolla e parlamentit. Komplet, ndoshta është edhe dëshira dhe nevoja atyre që të mos kontrollohen. Ku e dim ne çfarë po ndodh aty? Ku e dim ne çfarë po bëhet aty? Sepse ne si përfaqësues popullit që ishim, nuk kemi kontroll dhe mundësi ta monitorojmë qeverinë. Edhe kjo është shumë shqetësuese që nuk diskutohet shumë sa do duhet diskutohet. Ndoshta dikujt edhe po i konvenon kjo? Po. Do me thënë, kjo është situata një aq amulli edhe që ne duhet të punojmë shumë që sa më shpejt pas 7 qershorit Kosova të ketë institucione të qëndrueshme dhe të fillon punën parlamenti. Sepse, mos harroni, ne do të punojmë shumë nëse qytetari na jep besimin edhe në shpërfaqjen e shumë të vërtetave me fakte për gjithë këtë propagandë që po bëhet. Për gjithë këtë propagandë, duke u nisur, po për shembull ju e keni dëgjuar edhe presidentën Osmani. Dhe pse pikërisht tani ju bëra pyetje edhe më parë, a është përgjegjëse zonja Osmani për shkak se ishte ajo që dekretoi zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe në momentin që nuk morri votat, ka lënë në një listë, ka lënë me LDK-n dhe pikërisht ka qenë zonja Osmani ajo që filloi këtë gjuhën ndaj Kurtit dhe duke premtuar pra shpalosin e këtyre të vërtetave. Pse pikërisht tani? Tani ta shpjegoj sepse ishte për 5 vite presidente. Tani ju them, në cilësinë e presidentit Republikës Kosovës. Edhe si presidente nuk është se ka kursyer bigjozë me aleancat, njerëz të rrezikshëm. Janë disa çështje të cilat nuk mund t'i thuash nga pozicioni i presidentit. Nuk mund t'i thuash. Janë të sankcionuara edhe me rregullore, edhe me ligj. Nuk mund t'i thuash në pozicione sepse flet presidenti i vendit. Dhe presidenti ashtu siç është deklaruar në shumë raste edhe e ka mbrojtur kryeministrin e shtetit. Jo Albin Kurtin, po kryeministri i shtetit. A do të heshte zonja Osmani nëse do bëhet sërish presidenti zonja Rashida? Kurse në momentin që ajo tashmë nuk është në atë pozicion, e ka shumë të drejtën e vetë legjitime që të flasë dhe të tregojë të gjitha të vërtetat. Zonja Osmani e ka kërkuar postin e presidentes, e ka dashur postin e presidentes. Është shumë normale. E tha dhe dje në radio televizionin 21 se populli më do mua presidente dhe Kurti ka dy rrugë. Pra ose cikël zgjedhor ose unë presidente, pra zonja Osmani dhe këto të vërteta që ju po i thoni, a kanë rrezikuar pra të mbesin të heshtura nëse Osmani do bëjë sërish presidente? Kjo është pyetja. Mleni vetëm ta them këtë. Pse asnjëherë nuk thoni pse kryeministri Kurti ose një lider i një partie tjetër po e do pushtetin?
Pse ai prapë do të jetë kryeministër i Republikës Kosovës? Sepse janë pyetje që ja bëjnë vetëvendosje zonja Reshita, jo juve. Ose një lider i një partie tjetër politike. Pse ati nuk i thuhet pse ti po e do edhe një pozicion? Jo, i thuhet edhe ati, i është edhe në intervista, i kemi thënë edhe akterëve të vetëvendosjes. Mirët më e mirë qenë kur e kemi në një kandidatur një burr. Kurse kur është një grua dhe që ka ambicje politike dhe ka vetë besim në punën dhe edhe e ka dëshmuar, me njerë konsiderohet si një lloj karrieriste, jo në kuptimin e mirë të fjalës. Zonja Reshita, Prandaj kjo është diskriminuese. Për hir të sqarimit, nuk po e bëj këtë pyetje për shkak se zonja Osmani është grua. Periudhën kur ne, sepse aty po preket shumë ideja dhe vullneti dhe ambicia e saj politike. Është normale një grua të kesh ambicie politike kur edhe je afër për të bërë një punë. Edhe është legjitime ta kërkosh edhe një mandat. Kur ti e shef edhe në 80% rasteve, më falni, gjatë këtyre sondazheve që janë bërë, tërkohën besimi qytetar në punën e presidentës ka qenë 70-80%. Dhe në një vend ku besimi qytetar në presidentin e shtetit është 70-80%, është krejt normale që ai president doj të vazhdoj punët e mira cilat i ka nisur për vendin. Prandaj nuk e di çfarë ka këtu për të bërë kaq e çuditshme gjithë kjo situatë. Po jo, e çuditshme është vetëm tek fakti që zonja Osmani pikërisht kur nisi platforma Hajde Folim, në tubimin me qytetarët në Dardani, në lagjen Dardania të Prishtinës, premtoi se do t'i shpalos të pathënat e saj në raport me Kurtin dhe takimet e tij me emisarin e BE-s, ish emisarin e BE-s, zotrin Llajçak. Pra, aludoi se ishte diskutuar fshehurazi. Po tani, ne si nëse... Dhe pikrisht këto të vërteta, pra kjo është pyetja. Zonja Osmani nuk ka folur meret. Thatë se nuk mund të flasë nga roli i presidentës, që është shumë korrekte. Por a do bënte kompromis për këto të vërteta? Zonja Osmani nëse do shpallej sërish presidente, sepse këto e ka kërkuar nga vetëvendosja. Dhe pasi nuk e morri, po i thot këto. Kjo është pyetja, kjo është çështja. Unë po kthehem prapë tek funksioni dhe rëndësia e Parlamentit Republikës Kosovës. Tani ne, nëse marrim besimin, edhe unë marr besimin qytetar, po ju premtoj që do të kërkoj të formohet një komision hetues parlamentar brenda Kuvendit Republikës Kosovës dhe t'i kërkohet Kryeministrit Republikës Kosovës të na sjellë të gjitha transkriptet e takimeve që ai ka bërë të mbyllura apo të hapura në interes apo jo në interes të shtetit Republikës Kosovës, sepse qytetarët, populli i Kosovës, duhet të di se çfarë është diskutuar me orë të mbyllura brenda mureve me njerëz të cilët nuk ja dojnë të mirën në vendit tonë. Dhe kjo kishte me qenë më e mira dhe më transparenta për të qartësuar shumë situata dhe dilema që mund të kemi në lidhje me këtë. Prandaj një komision hetues parlamentar brenda Kuvendit Republikës Kosovës dhe leximi këtyre transkripteve do të na dëshmoj të gjithë të vërtetën e kësaj situate. Po, para se të kalojmë edhe tek çështjet e tjera, zonja Reshita e përmendet edhe jo dhe diskutuam edhe për gjuhën e përdorur. Besoj e keni parë edhe jo një video material që ka qarkulluar me zotrin Konjufca për një term që i është drejtuar zonjës Osmani, megjithse zotri Konjufca e mohoi, duke thënë se nuk ishte fjala për zonjën Osmani, jo si LDK, dhe duke përfshirë që keni kontakte edhe me zonjën Osmani, cili është qëndrimi i Osmanit dhe i LDK-s për këtë gjuhë dhe për këtë shprehje të zotrit Konjufca në drejtim të saj. Po, me të vërtet ka qenë zhgënjyese, ju them të drejtën, të dëgjohet ajo qeshje ironike me profesionin e frizerës. Nuk e di nëse do të kishte me qenë e tillë dhe a do të guxonin ta bënin të tillë, njerëz të tillë, nëse do të ishin në pyetje berberët, për shembull, në këtë rast. Por më vjen keq, më vjen jashtëzakonisht keq, sepse kjo shpërfaq edhe idenë e vlerësimit dhe mendimit të profesioneve që lidhen ndoshta edhe më shumë me gratë, që janë këtë rast frizerët. Thjesht kjo është një mendësi që mua me të vërtet më bën të mendoj që
na duhet edhe shumë kohë për të thoni se vlerësuar për lufta shumë gjëra çështje. Gjithmonë në thonjza, lufta Kurti Osmani është kthyer në një luftë mes gjinish, sepse është hera e tretë që po e përmendin se zonja Osmani është grua dhe nuk do bëjë kjo. Është e vërtet, këtu po luftohet gruaja shqiptare, gruaja e Zoja, gruaja e shkolluar, këtu nuk po dëmtohet vetëm një emër i përveçëm. Këtu po preket, po lëndohet komplet gruaja në Kosovë. A është lënduar gruaja në Kosovë kur LDK e quan të Osmani në terën e Kurtit? Mos harroni se këtu po flitet për një demotivim të skajshëm të vajzave të reja edhe grave të cilat janë të Zojat, sepse ato mund të jenë deri diku në një pozicion të rëndësishëm institucional, mirë po më pastaj nuk mund të jenë. Ose nëse kanë vullnet të vazhdojnë të jenë aty, nuk duhet të jenë, sepse ato janë gra dhe duhet, do me thonë, në fakt kjo është një demotivim i përgjithshëm i gjithë gruas në Kosovë. Mos harroni që ne jemi vendi në rajon që ka numrin më të madh të papunësisë të grave. Edhe të rinisë, por sidomos të grave në Kosovë. Dhe kjo vetëm sa e rëndon edhe më shumë gjendjen dhe situatën. Në politika do duhet ta bënte të kundërtën, ti motivon të gratë e Zojat, potencialin e gruas për të dhënë kontribut në shtet, e jo ta bëj të kundërtën. Prandaj ne jemi ushtare besnike në këtë luftë dhe do të luftojmë deri në fund të gjitha ne gratë që mendojmë ndryshe, që respektojmë veten tonë dhe gratë, do të luftojmë deri në fund për ta menjanuar këtë mendësi dhe këtë luftë kaq të ulët e cila është duke u bërë në çdo mënyrë, domethënë për të dëmtuar vullnetin e një gruaje për të dhënë kontribut kudo qoftë, po në këtë rast edhe në presidencë. Është ky pikërisht targeti i zonjës Osmani, gratë? Kemi para afrimin e zonjës Fahrie Hoti, dhe juve, zonjës Tatovci, por zakonisht edhe në përfushatat e zonjës Osmani shihet në takime veçanërisht me gra. Pra është ky targeti që ju po synoni ta merrni si LDK për të rritur përqindjen tuaj në zgjedhjet e 7 qershorit? Jo, nuk është një kalkulim i tillë politik në llojin e targetit, është diçka shumë natyrale. Është diçka që vjen nga thellësia e shpirtit, vjen nga mohimi i mbrëmshëm që ndjehet. Prandaj do me thënë është një mision, është një diçka më e shejtë se sa vetëm të bërit politik ose të analizuarit një strategjie momentale politike për një fushat zgjedhore. Besomni që kjo ka të bëjë me një luftë shpirtërore që ne përjetojmë, sepse preket, dëmtohet, lëndohet dhe demotivohet potenciali që unë besoj është i fuqishëm i gruas shqiptare. Mos harroni se ne jemi një vend i vogël, por nga ky vend ka dalë mbretëresha Teut, që ka luftuar, i ka dalë përballë një perandorie, siç ka qenë perandoria romake. Pastaj është Na Terez, pastaj është Galica, Gjev Ladrovci. Ka e shumë gra tjera, do me thonë, që kanë dëshmuar me forcën e saj që mund t'jenë edhe në krah me burrat në luftë, por mund t'jenë edhe me mendjen e saj në nivele të larta e kështu me radhë. Prandaj ne nuk do të guxojmë të kthehemi shumë për mbrapa, e të themi që kemi qenë shumë më të mirë e më të vlerësuar ndaj gruas në të kaluarën sepse në të tashmen. Prandaj kjo është një argument që mendoj që e te i kalon në një interes politik momental cilin është Kosova. Po, jemi në 10 minutën e fundit, zonja Reshitaj, diskutojmë pak edhe sa i përket këtyre parashikimeve, po i quaj unë kështu në thonjza kushtimisht. Zotri Kurti thotë se në zgjedhjet e 7 qershorit vetëvendosja merr 60%, nuk ju doli boll, thot 51.1%, atëherë po shkojmë në 60%. Unë nuk pata nevojë për zgjedhje, si duket opozita pati nevojë, do t'i masin forcat më 7 qershor, pra është ky deklarimi i zotrit Kurti. Në anën tjetër është zonja Osmani që thotë se dëshiron një qeveri mes koalicionit dhe gjithmonë sipas saj me zonja Osmani postin e presidentit. Pra kemi dy parashikime, cili do t'jetë ai i vërteti, i Kurtit me 60% apo Osmani në qeveri koalicioni dhe vetë presidente? Tani, ne i kemi dy tabore politike. E kemi Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila po e ballafaqon vetveten e saj drejt për drejt me qytetarin, nevojat dhe kërkesat e qytetarëve, dhe e kemi tjetrën, do me thënë që po propagandon
duke përdorur edhe inteligjencën artificiale, gjithsesi duke e keq përdorur inteligjencën artificiale dhe duke bërë propagandë, domethënë, për ta bindur qytetarin. Dhe unë gjithmonë unë e besoj që e vërteta triumfon. Sado që mund ta ketë rrugën më të vështirë, për të besuar, sërish e vërteta triumfon. Këtu nuk ka shpëtim, mund të ketë vonim, por shpëtim nuk ka. Prandaj gjithmonë e vërteta triumfon, sepse nëse politika nuk e përdor dijen, atëherë shndrohet në propagandë. Nëse politika nuk përdor dijen, ne përdorim dijen. Dhe ne jemi në politikë për ta përdorur dijen dhe për ta shndruar vendin ton me një perspektivë, me një qëndrueshmëri dhe në një të ardhme të mirë. 51.1% zonja Rishitaj kam votuar pro Kurtit kryeministër, sidomos me votat e kaloi pra edhe rekordin e zonjës Osmani kur ishte votuar gjatë vitit 2021. E kuptoj çështjen e propagandës dhe këto që po thoni, por 51.1% zonja Rishitaj është shifër shumë e madhe, pra kanë rënë prej e propagandës, siç po e quani ju, këta 51.1%? Tani më lejo të them diçka, para zgjedhjeve të 28 vjetorit, unë kisha një takim interesant me një grup të deputetëve gjerman në Kosovë, dhe njëra nga pyetjet, pikërisht po flisnim për inteligjencën artificiale. Ishte domethënë një tematikë e tillë. Në shumë sfera, në shumë pore të jetës, ndikimin e saj. Dhe pyetja e fundit që njëra nga tona bëri neve, deputetëve të Kosovës, tha, a mendoni që përdorimi apo keq përdorimi i inteligjencës artificiale mund të ndikojë rezultatet zgjedhore në Kosovë? Sepse ne sa kemi dalë nga zgjedhjet dhe tek ne, pas analizës që kemi bërë, është vërtetuar që ka ndikuar shumë domethënë në zgjedhje dhe jemi duke analizuar se si të mos lejojmë që në të ardhmen ta ndikojë kaq shumë inteligjenca artificiale besimin. Dhe kjo domethënë ishte pyetja që na bëri. Prandaj edhe unë po e them, kjo propaganda mundet ta hutojë ndoshta një pjesë të qytetarëve, mirë po unë kam besim plot që qytetarët e Republikës Kosovës do t'i japin besimin gjithmonë atyre që janë të vërtetit. Atyre që janë të vërtetit. Dhe është e vërtet, kjo përqindje ka qenë një përqindje një shpresës, në cilën kemi besu një pjesë e madhe dhe ne që ishim në koalicion me këtë partner. Mirë po besoni që ekzistojnë momente të caktuara të veprimeve politike ku shpërfaqet e vërteta. Dhe kjo e vërtet besoj që me 7 qershor do të dali ku qytetarët... Cila do t'jetë përqindja juaj, zonja Rishitaj? Një parashikim me që Kurti po parashikon 60%, cila është përqindja që ju synoni dhe mendoni se do ta merrni me 7%? Unë dua vetëm të bëj një thirrje si gjithmonë që e kam bërë për qytetarët e Republikës Kosovës, që të dalin masivisht në zgjedhje. Është shumë e rëndësishme që qytetarët dalin masivisht në zgjedhje dhe të japin besimin e tyre përmes votës demokratike. Kjo është shumë e rëndësishme. Tjetra, duat besoj që Kosovë do të krijohet mundësia e bashkëpunimit, reflektimit të bashkëpunimit partive politike, kompromisit politik dhe një bashkëpunimi, sepse kjo përçarje dhe ky polarizim i skajshëm është shumë i dëmshëm në vendin tonë. Do duhet të vi një periudhë kur partitë politike duhet vendosin interesin e shtetit para çdo interesi të tyre partijak dhe të bashkëpunojnë. Është më e shëndosha që të krijohen kompromise politike të shëndosha dhe të krijohet mundësia e bashkëpunimit. Vetëm në këtë mënyrë. Zonja Rishitaj, Zotri Kurti ofroi mundësi bashkëpunimi për LDK-n. Po mendoni ju? Ishin takime, me zë dhe figur, ishin takime. Kurti dhe Zotri Abdi Gjiku të dy deklaruan marrëveshje për qeveri. Abdi Gjiku tha se ne nuk pranoj marrëveshje për qeveri, në anën tjetër Kurti deklaronte se ju dha shumë më shumë se sa partnerve të koalicionit me vetëvendosjen. Më vjen keq të them, po nganjëherë kjo situatë më duket një tragjikomedi e llojit të veçantë. Dhe me të vërtet dua të besoj që pasojat e gjithë kësaj situate të mos jenë aq të rënda sa po parashikohen e parandjen edhe nga raportet ndërkombëtare për Kosovën, të cilat përmendin që Kosova është, domethënë, një krizë institucionale, në mungesë të institucioneve funksionale kështu me radhë.
dhe të kemi mundësi në një të ardhme të mendojmë shumë për atë pjesën komike të gjithë kësaj situate, se sa atë pjesën tragjike. Prandaj, unë mendoj që sot është shumë e rëndësishme të mendojmë se cili individ i cili është brenda politikës dhe dëshiron të jap kontributin për vendin, mendoj që apo e bëjmë Kosovën shtet më të zhvilluar dhe më të drejtë dhe më të respektuar me gjithë këto lojra politike të cilat po i bëjmë brenda. Do me thonë, apo i bëjmë një shtet funksional, apo i rrisim cilësinë e jetës së qytetarëve, apo ndikojmë në mirëqenjen e tyre, apo e zhvillojmë shëndetësinë, arsimin, apo ja kthejmë dinjitetin këtij vendi, apo e ruajmë edhe zhvillojmë demokracinë këtë vend, apo nga po e çojmë vendin tonë. Dhe krejt në fund pyetja e fundit, zonja Reshita, me që jeni bërë pra ky sinonimi se me ju u zgjo zonja Osmani presidente, pra me vota juaj e bëri ndryshimin në një situatë të ngjashme, nëse Kurti ka nevojë dhe nëse vendi realisht ka nevojë për një votë që të zgjedhë çfarë do presidenti, a do votonit ju, a do bëshit ju vota, pra pikërisht për këto çfarë i thatë tani në studio se Kosova nuk ka nevojë për ngërçe të reja, për ushtrues detyre, a do prandoni që të dilni kundër vullnetit të partisë, edhe nëse partia kundërshton që të mos vazhdoj pra ky ngërç, për shkak se nisem në këtë pyetje nga ajo që tha zonja Osmani, do kemi cikle të vazhdueshme zgjedhore. Unë jam shumë e lumtur që tashmë jam në shtëpinë time në lidhjen demokratike të Kosovës në një institucion i cili asnjëherë gjatë gjithë historisë së saj politike nuk e ka vendos interesin e saj partijak para interesit shtetnor. Është pikërisht lidhja demokratike e Kosovës që ja ka dhënë votat presidentës për të bërë presidente në vitin 2021, minus një vot për cilën kanë pas nevojë për mua. Prandaj unë asnjëherë nuk e besoj që lidhja demokratike e Kosovës po të varen nga ajo zgjedhja një presidenti i cili është dinjitoz dhe përfaqëson vendin, që do të bënte ndonjë gabim të tillë. Prandaj unë jam shumë e bindur që s'do të kem nevojë të dal kundër dhe ta bëja dallim. Do të jem pjesë e së bashku me ta në kontribut në ndërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Falenderoj shumë që ishit sonte në studion e Infonatës. Faleminderit juve, kënaqësi.